Me lajmet e tjera, thonë se dashuria e prindit për fëmijën nuk njeh kufi, por në disa raste, sigur kjo thënie nuk ka vlerë, e kjo sidomos kur çiftet nuk janë të gatshme të bëhen prindër. Kronika në vazhdim sjell rrëfimin e një nëne të re, të cilën e braktisën i fejuari familja e tij dhe vetë familja e saj, e ajo në fund braktisi më të dhimbshmen foshnjën që e lindi. Kjo në 21 vjeqe, sa po e braktisi foshnjën e saj 6 ditëshe. Atë e la në repartin e neonatologjisë në QKUK. Këtë vendim të rënd, thotë se u detyrua ta marrë e shtyr nga i fejuari. Ai nuk e la të abortoj, por në fund nuk e deshi foshnjën. I fejuari e braktisi në momentin që kuptoi se ajo lindi. E familja e kësaj nëne të re nuk e pranoi në familje me fëmijë. Kurse as familjarët e të fejuarit nuk e duan foshnjën. Në neonatologji, aktualisht janë 6 foshnje të braktisura. Mosha e tyre është nga 2 ditë deri në 7 muaj. Në këtë klinikë është e paraparë që fëmijët të qëndrojnë vetëm 28 ditë, por ka raste që bëhen lëshime kur foshnjet kanë probleme shëndetësore. Motra kryesore e repartit thotë se nuk ju mungon kujdesi mjekësor, por problem mbetet mungesa e barnave në QKUK. Kur nuk kemi rrugdalje tjetër, bohemi na stafi, mjek, motra, krejt ju blejmë barnat, bojmë analizat çka ka nevoj që nuk bohen këto të na që bohen për institucione private i qojmë na vetë i bojmë. Punëtorja për punë sociale në QKUK thotë se në vitin 2014 janë regjistruar 33 raste të braktisjes së fëmijëve. 5 nga ta janë gjetur në rrugë. Arsyet kryesore janë nga prindi thotë se unë kam vajzën e re. Vajza thot ma ka jetën përpara. Nuk du ta obligoj vajzën që të mbahet një nanë e pa babë të fëmisë. Dërsa vajza është në stres, është e re. Nështë kemi vajza që janë shkollim të matutjeshme, edhe kur janë patarna, ato nuk më i sigurojnë ekzistencën. RTK edhe më herë